Në fundjavës do të flasim në këtë segment për politikën tonë vendase me kolegun Sonil Frashi që na bashkohet në këtë bisedë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku po jeton për arsye nuk e di si ta quaj pune, studime, trajnime e të tjera. Sonil Frashi, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, mirdita. Mirdita, mirëmëngjes me orën tënde. Për te shakas tonë, doja në fakt që ta nisnim, me qenë se do flasim për politikën tonë vendase dhe ti ndodhesh në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në fakt një lajm i ditës djeshme, duket sikur e ka bashkuar politikën shqiptare dhe i referojmë këtu lajmit për ndarjen nga jeta të kongresmenit amerikan Eliot Engel. E prisje këtë reagim në unison të politikës shqiptare dhe nuk e di si është përcjell tek shqiptarët atje. Ishte e prishme që komuniteti shqiptar të kishte një lloj ndjesie ndaj Eliot Engel. Ai ka qenë një figurë e rëndësishme në marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë. Ka qenë një promotor i kauzës shqiptare, i kauzës shqiptare në Shqipëri dhe në Kosovë. Ai ka mbështetur pavarësinë e Kosovës fuqimisht, ka mbështetur integrimin e Shqipërisë në institucionet ndërkombëtare dhe prosperitetin e vendit tonë. Këtu ai ka krijuar dhe marrëdhënie personale me komunitetin shqiptar për shkak të qëndrimeve të tij pro Shqipërisë. Dhe kjo lloj marrëdhënie e krijuar prej tij ka krijuar dhe një lloj ndjesie pozitive ndaj tij nga komuniteti shqiptar. Kështu që dhe ndarja nga jeta e tij e ka prekur komunitetin shqiptar dhe ka krijuar një ndjesi jo të mirë, humbje, sepse është një lloj miqësie e krijuar ndër vite dhe një njohje që mund të jetë e vështirë të krijohet me politikanë të tjerë në Amerikë. Konsiderohet në fakt si një nga avokatët le të themi e shqiptarëve në Kongresin Amerikan Eliot Engel, kështu që në këtë sens është ajo që thash dhe unë pak më herë dhe që ti ma konfirmove që për shqiptarët pavarësisht nëse jetojnë në Shqipëri, në Kosovë, apo dhe ata që jetojnë jashtë Shqipërisë e Kosovës, në fakt është një zë më pak në një nga institucionet më të rëndësishme të vendimarrjes botërore, një zë që fliste shpesh në favor dhe në mbështetje të faktorit shqiptar. Dhe kjo absolutisht të meritonte të nënvizoj. Do t'i kthehemi Sonil asaj temës kryesore të bisedës për cilën kërkova që të bashkoheshe në këtë komunikim, politikës tonë të brendshme. Nuk e di si e ke parë ti që Partinë Socialiste e njeh nga brenda, e ke mbuluar si gazetar gjithashtu zhvillimet e saj prej shumë vitesh, si e shikon këtë le të themi kandidaturën e veçpallur të Erion Braçës për kryetar të Bashkisë Tiranës. Po ta lë pyetjen e hapur sepse nuk dua që të duket sikur përmes pyetjes time po të influencoj përgjigjen. Jo, s'ka problem, po shiko. Është një gjë e mirë që brenda Partisë Socialiste dikush del dhe shpreh një ambicie, edhe kur kjo ambicie nuk është e përkrahur nga lideri i saj. Në formë publike ose deri në këtë moment nuk është e përkrahur. Fakti që është bërë nga zoti Braça, unë e shoh pak të vështirë që kjo të shkojë deri në fund, sepse bëhet fjalë për Bashkinë e Tiranës, bashkinë më të madhe ku zoti Rama kërkon të ketë kryeministri, kërkon të ketë ndikimin e tij të drejtë për drejtë dhe të padiskutueshëm. Pse e them këtë, ne kemi parë nga ngjarjet e fundit ku zoti Rama, sidomos gjatë kohës se zoti Veliaj nuk ishte në detyrë, po është në burg, pra Bashkia e Tiranës nuk e ka kryetarin e saj në detyrë, ka ndërhyrë në mënyrë aktive në Bashkinë e Tiranës për të çuar punë përpara, le të themi, ose për të rregulluar situatën aty brenda stafit apo brenda dhe këshilltarëve socialistë apo edhe brenda të punësuarve drejtorëve që vinë nga radhat e Partisë Socialiste. Pra, ndikimi i tij ka qenë i drejtë për drejtë, shqetësimi i tij ka qenë i drejtë për drejtë dhe koha që i ka kushtuar Bashkisë Tiranës ka qenë shumë e madhe në krahasim me çka ndodhi më parë. Pra, ne shohim që zoti Rama kërkon të ketë një ndikim,
kërkon të ketë fjalën e tij në Bashkinë e Tiranës dhe kërkon të ketë një njerëz që të shkojë bashkëpunimi ashtu siç do ai. Dhe kam përshtypjen që nuk i do dhimbjet e kokës në Bashkinë e Tiranës nga një njerëz që ka idetë veta, që ka mënyrën e vet bëri politike e tjerë. Ku e shoh unë diferencën mes zotit Braçe dhe zotit Rama në qeverisjen e zotit Tirana? Po të shohim, zoti Braçe bën fushat kundër ndërtimeve pa fund, pa kriterë dhe pa standard. Dhe kemi parë që këto 2-3 ditë ose javën e fundit zoti Rama ka një retorik ku mbron ndërtimet jo domosdoshmërisht ato pa standard, por i mbron ndërtimet si një burim ekonomie dhe si një burim zhvillimi në Tiranë dhe në Shqipëri. Unë e shoh përplasje këtë, dhe nëse zoti Braçe shkon Bashkinë e Tiranës, kjo do jetë një çështje cila do ta vendos atë në kundërshtim me zotin Rama. Unë nuk mendoj që zoti Rama e do këtë gjë, dhe prandaj zoti Braçe do ketë shumë vështirë ta bind zotin Rama që të marrë kandidimin për Bashkinë e Tiranës, dhe do duhet të ndodhi kompromis, ose zoti Braça duhet ta lëri këtë ide të tij për ndërtimin, ose zoti Rama pastaj do duhet të lëri Bashkinë e Tiranës në duart e zotit Braça dhe mos ketë të bëjë aty. Okej. Kjo është përplasje më e madhe që shohim. Për te kësaj, vetëm për saktësim për teleshikuesit, në fakt në një takim të fundit që kryeministri ka bërë me ndërtuesit, unë ka përshtypjen se këtij u referove ti, kryeministri ka thënë që sigurisht në sektorin e ndërtimit ka plot drithije dhe sigurisht ka gjëra që nuk shkojnë, por zoti Rama e quajti të papranueshme që të inkriminohet një sektor i tërë vetëm sepse ka disa prej operatorëve që nuk zbatojnë ligjin apo shfrytëzojnë hapësira të ndryshme për të shkelur ligjin e të ngjashme si këto. Por kjo është thënë sa për të largohen, sepse drejtësia ka në çdo fushë, jo vetëm në fushën e ndërtimit. Çështja është ti emërtosh drejtijet kush janë, cilat janë, edhe siç e bën për shembull zoti Braça që flet për standardet e ndërtimit, për pushtim të hapësirës publike, për e të tjera. Unë mendoj që kjo është nuk është vetëm çështja e ndërtimit. Është si është bot kuptimi i zotit Braçe i qeverisjes së Tiranës, që unë mendoj që bie në kundërshtim me atë që me bot kuptimin e zotit Rama. Tani, dëgjon, nëse Braça apo kushdo tjetër do të ishte kryetari i Bashkisë Tiranës, sepse në rastin konkret Rama ishte në përurimin e një qendre rezidenciale ku kryeministri tha që vetëm për taksën në infrastrukturë ndërtuesi i kishte paguar Bashkisë 2 a 3 milion, nuk më kujtohet të saktë tani, euro. E kuptoj që 1 milion është në mes, po ishte një shumë mjaft e konsiderueshme. Para që shkojmë për buxhetin e Bashkisë Tiranës, kështu që Braça apo kushdo tjetër tjetë kryetari i Bashkisë Tiranës, duhet mendoj që pak të ndërtimet, kush janë të ardhurat me cilat do të mbajë buxhetin dhe një bashki, një territor kaq i madh Tirana ka shpenzime të jashtëzakonshme. Po për te kësaj, meqense ti pak më herët pyete, ose më saktë se pyete the, që Rama de facto ka qenë njeriu që ka marrë në administrim Tiranën pas arrestimit të kryebashkiakut Veliaj. A ishte një kunj shigjetim për këtë administrim të Edi Ramës, ajo deklarata e Erion Braçës kur foli për Tiranën që është pis, për Tiranën që ka mbetur pa pastruar, një shqetësim që në fakt për hir të së vërtetës e shpreu dhe Erion Veliaj në një nga seancat e tij gjyqësore. Nuk mendoj që është kunjë, mendoj që këtu janë në tjetër linjë. Pra, bashkia ka nevojë për kryetarin, kryetari aktualisht nuk ka, dhe si pasojë punët ka ngelur përgjithësisht, nuk bëhen si duhet, nuk ka kërkesë llogarie. Se nëse flasim për pastrimin e qytetit, këtu nuk po flasim për politikë, po flasim për një punë të ditëpërditshme që duhet të bëhet dhe nuk ka nevojë për politikat mëdha për të bërë pastrimi i qytetit. Thjesht ka nevojë për fonde, për financim edhe për njerëz që të kryejnë detyrën. Dhe kjo vjen si pasojë e mungesës së leadershipit në Bashkinë e Tiranës, leadershipit të zgjedhur, po themi, jo se aty nuk ka njerëz, po aty nuk ka persona me fuqi politike që të diktojnë prioritete dhe politikat e qytetit.
Ka njerëz që mendojnë, nuk e di sa të bind ty një arsyetim i tillë, që Braçe nuk po vepron me kokën e tij, po vepron në një farë dakordësie me kryeministrin Rama dhe sipas kësaj logjike, kjo ndodh sepse zoti Rama kërkon një stebep për të larguar Ogerta Marsiliu nga kandidatura për Bashkinë e Tiranës. Kryeministri ka thënë publikisht në Asamblenë e Shtatorit, në mos gaboj, që pavarësisht se në Tiranë u shtyn me vendim gjykate zgjedhjet, pra Tirana nuk shkoi në zgjedhjet parakohshme, Ogerta Marsiliu tha Edi Rama do të mbetet kandidatja e Partisë Socialiste kurdo që Tirana të ketë zgjedhje. Ne gjithë e dimë që në sondazhet e brendshme të Partisë Socialiste Marsiliu nuk performonte edhe aq mirë dhe sipas kësaj logjike që unë përmenda pak më herët, zoti Rama kërkon një sebep, dhe ky sebep ndoshta është Erion Braçe, që ta largojë Marsiliu nga kandidimi. Të bind ty kjo? A ka nevojë Edi Rama për të tilla mekanizmash? Unë nuk mendoj që është mënyra e dur, që qoftë edhe si vetë skenar i krijuar nga zoti Rama, që ai ta vendosi veten përballë një presioni ndaj të cilit dorëzohet. Nuk mendoj që ai do zgjidhë këtë formë që do ta largojë zonën Marsiliu. Për të larguar zonën Marsiliu, ai mund të veprojë njëjtë siç veproi për ta emëruar kandidate. Nuk është se e detyroi dikush që ta vendosë kandidate, ai detyroi gjithë Partinë Socialiste që të pranonte zonën Marsiliu si kandidate, dhe nëse ai nuk e do më si kandidate, nuk e vendos më dhe nuk ka kusht i thot asgjë. Nëse donte ta ishte nëpërmjet kësaj forme që theti i drejt, unë nuk mendoj do zgjidhte zoti Braçe për ta zëncuar. Kështu i do zgjidhte një person tjetër të njëjtit kalibër si zonja Marsiliu, të njëjtit afërsi ose bashkëpunim me zonën Marsiliu që zoti Rama ka. Sepse për mua unë mendoj që është e rëndësishme për zotin Rama të ketë njëri Bashkinë e Tiranës që mos ta lodhi shumë dhe mos të krijojë shumë dhimbje koke për politikat që ndjek në Bashkinë e Tiranës dhe për mënyrën se si qeveriset Bashkia e Tiranës. Mjafton të mos shkojë në dëm të ideve të zotit Rama. E kuptoj. Në këndvështrimin tënd, a ka gjasa, ka shanse që Erion Braçe ta sfidoj partinë, pra sa ai ka deklaruar që unë do t'i shkoj, e kam seriozisht dhe do t'i shkoj deri në fund. A ka gjase që ai t'i imponohet partisë, pavarësisht dëshirës kryeministit Rama dhe ta marrë një kandidim të tillë, apo skenari tjetër, nëse nuk e japi një kandidim të tillë, a mendon ti se ai për inat mund ta quajmë kështu, apo edhe thjesht nga dëshira për të bërë dëm mund të dalë dhe të kandidojë si i pavarur? Si shikon këto opsione? Apo thjesht do pranojë fatin që do t'i thonë jo dhe do rinë në heshtje? Nëse zoti Braçe deli pavarur prej natë të partisë, do jetë besoj se do jetë dalje nga politika, sepse ne e dim të gjithë se sa e vështirë është fitohet një garë politike në Shqipëri si i pavarur. Domethënë numërohen me gishta e dorës kur një i pavarur ka fituar diku ndonjë garë elektorale në Shqipëri. Në Shqipëri është akoma e rëndësishme të kesh makinerinë e mbledhjes votave, nuk votohet ende për fat keq për shkak të ideve. Do ishte shumë mirë nëse zoti Braçe do e provonte këtë gjë, sepse do shkunte partinë në qeveri, nëse do arrinte të prishte puna saj, do mundohej ta ulte në tavolinën e negocimit për mos ta lënë zoti Braçe të dilë jashtë partisë. Me sa kam dëgjuar nga zoti Braçe, ai ka thënë që nuk do largohet nga Partia Socialiste, do jetë aty, ai thjesht kërkon një proces të ndodhë si duhet. E thënë kaq që është shumë e bukur, po është e pamjaftueshme sepse procesi mund të bëhet, po mund të bëhet edhe për sy e faqe, nuk mund të ketë gjëra thelbësore në të. Do shohim veprimet e ardhshme të zotit Braçe. Është një gjë e mirë që ai ka dalë dhe flet për politika, se kjo duhet theksuar. Një politikan në Shqipëri që del flet për politikë se si qeveriset, për alternativën që ai ka, se si e sheh qeverinë lokale të Tiranës, dhe jo për gjëra të vogla, për kundërshtarin, për sa të mirë jemi ne dhe sa të këqij ata, po për një alternativë tjetër qeveriste. Diskutimi dhe debati për alternativa qeverisë është mirë, do ishte shumë mirë ta bënte edhe opozita këtë, nëse opozita do e bënte edhe
do kishte realisht garë, duke u nisur nga alternativa qeveriste, aty mund të kishte edhe një peshë tjetër brenda partisë zoti Braçe. Për sa kohë është i zëvetmuar brenda partisë, po që nuk ndihmohet në mënyrë indirekte nga opozita në kuptimin e diskursit politik të alternativës, do e ketë shumë të vështirë të bindë jo vetëm zoti Rama, po edhe njerëz të tjerë brenda Partisë Socialiste. Në momentin që njerëzit që janë të kënaqur brenda Partisë Socialiste shohin që ka një garë reale me kundërshtarin, pesha e tyre, valenca e tyre rritet brenda partisë dhe edhe idetë e tyre marrin një peshë tjetër dhe mund të arrijnë diçka brenda partisë. Okej, nëse shkojmë në krahun tjetër, zoti Berisha ka deklaruar që PD do dalë me një kandidaturë politike, gjë që automatikisht duket sikur le të themi hedh poshtë atë opsionin e Flor Binajt që u shfaq në zgjedhjet e parakohshme tek të cilat po shkonte Tirana si njeriu që mund të bashkonte spektrin opozitar. Pra, një kandidaturë politike që do të vi nga radhat e Partisë Demokratike me shumë gjasa, emrat e shumë përfolur tip ID, sa herë që ka zgjedhje vendore në Tiranë qarkullon emri i Jorida Tabakut, por këtë herë kemi dhe Ilir Ali Mehmetin që konsiderohet një tjetër kandidaturë shumë e mirë dhe shumë dinjitose. Sa mendon se kanë shanse që një kandidaturë e tillë të dy emra në fakt dhe Tabakut dhe Ali Mehmetit të respektuar brenda radhëve të opozitës, sa mendon që mund ta unifikojnë opozitën, sepse të gjithë e dimë që në momentin që të paktën të kandidati për kryetarin e bashkisë, nëse opozita është e përçarë, automatikisht mazhoranca futet në garë me një avantazh. Mendoj që janë figura të respektuara të dy, janë të provuar, para një viti në zgjedhjet e përgjithshme kanë marrë rreth 20 vota të dy. Nga krau tjetër me që flisni për zotin Braça, ai është deputeti i dytë më i votuar në Tiranë dhe në gjithë Shqipëri ka marrë 20 vota dhe ai. Pra do ishte një teorikisht do ishte një garë shumë interesante mes zotit Braçe dhe një prej zotit Ali Mehmetit dhe zonjës Tabaku si dy figurat më të votuara nga të dyja partitë në Tiranë, në qarkun e Tiranës, por edhe në Bashkinë e Tiranës. Do ishte një garë që do flitej më shumë për njerëzit sa për partitë, ka përshtypjen do ishte një garë qytetare, por do ishte një garë që do i largonte liderët e partisë duart e tyre nga Bashkia e Tiranës. Duke qenë kjo e fundit, u mendoj që do të shumë e vështirë të jetë kështu. Nga krau i PD-s mundet që zoti Berisha ta tentoj të vendos një nga këto dy figura që folën për Bashkinë e Tiranës, do mendoj që kanë shanse reale për të tentuar për ta fituar Bashkinë e Tiranës. Disavantazhin që kanë për shkak të mos organizimit të partisë njëjtë siç organizohet Partia Socialiste dhe siç vendosen ata përpara përgjegjësisë për të dalë për të shkuar të votuar ditën e votimit, pavarësisht se kush kandidati, por për të votuar partinë e tyre, që dim që Partia Demokratike nuk e ka këtë lloj disipline aq të mirë sa që ka Partia Socialiste. Mendoj që një kandidat i tillë si zoti Ali Mehmeti ose zoja Tabaku mund të krijojë sinergji mes votuesve demokrat, po edhe atyre të pavarur, për atyre të lëkundur, që të nxjerrin votojnë dhe të tentojnë një alternativë tjetër. Dhe është shumë e vështirë sepse është e kohë të themi që individi ka shumë rëndësi etj, partia ka shumë rëndësi në Shqipëri, në Tiranë, në Shqipëri. Pra, nëse Partia Socialiste organizohet si duhet dhe është e bashkuar, unë mendoj që në këtë gjendje ka shanse për Partinë Demokratike të fitojë Tiranën. Okej, dua të të pyes për faktin që pavarësisht le të themi se edhe opozita në fakt po shkon drejt një logjike zgjedhore elektorale, po pavarësisht kësaj ka dhe këtë rrugën e aksionit të përshkallëzimit. Javën e ardhshme është protesta e radhës e Partisë Demokratike, ndërkohë që në një letër të publikuar mbrëmjen e djeshme, ku Partia Demokratike i drejtohej selive të ndryshme diplomatike në Tiranë sa përket situatës në parlament, përveç se ankoheshin demokratët për idenë se mazhoranca nuk po lejonte ushtrimin e funksioneve të tyre parlamentare, nuk po lejonte asnjë hapësirë dhe nuk pranonte asnjë propozim që vinte nga radhat apo kërkesë vinte nga radhat e opozitës, mes rreshtave nga mënyra se si ishte, le të themi, frazuar ai teksti asaj letre, lintet kuptohej apo paremërohej se mund të merrte në konsiderat dhe idenë e bojkotit parlamentar, sepse ishte një frazë
ku paka shumë po e perifrazoj, thuhej se në këto kushte vjet në pikpyetje cili do të ishte roli dhe nevoja e një opozite për të qëndruar brenda sallën e parlamentit. A mendon se ka vend, a do të ishte një strategji, le të themi fitimprurse për opozitën, një përshkallëzim i tillë që mund të shkojë deri në bojkotin e parlamentit? Unë mendoj që asnjë përshkallëzim i këtij tipi nuk është fitimprurës për opozitën. Asnjë lloj bojkoti nuk është përfitues për asnjë lloj partie politike, për asnjë lloj qenie politike. Nëse ti bojkoton, lë fushën bosh dhe në një ambient si Shqipëria nuk i bën përshtypje më njeriu, Shqipëria ka kaluar të gjithë llojet e bojkoteve dhe nuk i ka bërë përshtypje askujt. Pra kemi kaluar nga bojkoti i parlamentit, nga djegja e mandateve, nga bojkoti i zgjedhjeve, dhe nuk është se ka ndodhur qameti ataja në Shqipëri. Rolin e opozitës brenda parlamentit nuk e përcakton Bashkimi Evropian, nuk e përcakton Partia Socialiste, përcakton opozita vetë. Është e qartë që parlamenti nuk funksionon siç duhet, është e qartë që hapësirat e opozitës të parlamentit janë shumë të ngushta, po kjo nuk do të thotë që ti duhet ta lësh, ta bojkotosh, sepse kush është qëllimi final dhe kush është ai që ti fiton. Çfarë është ai që ti fiton? Nga historiku ne kemi mësuar se nuk përfiton asgjë, madje humbet aq shumë sa që për të marrë prapë ato që ke humbur është pothuajse e pamundur. Mjafton të kujtojnë kërkesën e opozitës për koalicionet parazgjedhore. E kishte, bojkotoi parlamentin, e humbi dhe nuk e merr dot më. Duhet të mendoj çfarë do humbi nëse bojkoton parlamentin, sepse për të fituar nuk fiton asgjë. Rolin e saj duhet ta përcaktoj vetë brenda parlamentit, nëse i ka këto hapësirë të ngushta, duhet të gjejë mënyra se si ti zjeroj pak, duhet të gjejë mënyra nëse ka hapësira debati apo jo, ose pastaj duhet të vazhdojë luftën në parlament. Nëse ata me luftë në kuptojnë flakadan, ndërprerje seanca e tjerë, duhet të vazhdojnë ashtu. Nëse nuk kuptojnë debate, nëse nuk kuptojnë betejë politike, duhet të vazhdojnë këtë lloj qasje, po duhet të jenë në parlament sipas meje. Rolin e tyre nuk e përcakton askush, e përcaktojnë vetëm ata. Është kohë të kërkojnë që nuk më votojnë asnjë projekt ligj, nuk më dëgjojnë asnjë propozim. Kanë detyrim ta votojnë dhe të dëgjojnë. Propozimet opozita i bën për qytetarët dhe i bën për të treguar që ka një alternativë ndryshe qeverisëse. Opozita nuk është për të ndihmuar qeveritë e qeverisë më mirë. Opozita është që ta ndërgjegjësojë qeverinë. E kuptoj. Që të kuptojë gabimet dhe të qeverisë më mirë. Ky përshkallëzimi, nëse ndodh gjithmonë, a mund ta ndihmojë Partinë Demokratike Berishën dhe për të le të themi përballuar këtë momentin që deri diku ka njerëz që konsiderojnë delikat dhe i referohet zgjedhjeve të brendshme. Partia Demokratike dhe Berisha vet është në kushtet ku leadershipi po sfidohet nga Ervin Saliani, që sipas Berishës dhe njerëzve të tij është vetë përjashtuar nga partia, kur de facto të gjithë e kuptojnë që e kanë përjashtuar në momentin që nisi të shprehte kritika të hapura ndaj leadershipit të zotit Berisha. Njerëz të tij, mbështetës të tij në Durrës dhe Elbasan janë larguar, gjithashtu janë përjashtuar nga strukturat e Partisë Demokratike, dhe gjithë kjo ndodh në një moment ku përmendëm zërin Tabaku, një rast, por dhe shumë emra të tjerë mes të demokratëve nënvizojnë nevojën jetike që ky subjekt ka për të hapur, për të tërhequr njerëz të ri, por në fakt ajo që shohim është se njerëzit po përjashtohen, po largohen. Ndaj ky përshkallëzimi, për të ardhur te pyetja, a mos i shërben për të arritur deri te ky momenti ku brenda kësaj pranvere do të marrë një konfirmim leadershipi i Berishës në PD, apo nuk e ka këtë nevojë zoti Berisha? Unë mendoj që zoti Berisha nuk ka asnjë nevojë për të bërë veprime për të fituar Partinë Demokratike sa herë të dojë ai. E ka vërtetuar që e fiton në momentin më të keq të tij dhe e ka fituar me të gjitha mënyrat e mundshme, edhe kundër çdo probabiliteti të mundshëm, dhe nuk mendoj që rrezikon Ervin Saliani. Me gjithë respektin për zotin Saliani, se nuk po ul figurën e tij, po ne dim që Partia Demokratike është Sali Berisha, është e kotë që të pretendojmë që
demokratët një ditë do zgjohen, do thonë zoti Berisha nuk na meriton ne dhe do e heqim si kryetar partie. Ai do vazhdoj të jetë kryetar partie derisa të dojë ai. Ajo që e dëmton zoti Berisha me këto veprime që ai po ndërmerr është që po shkon në kast të kundërt me koherencën politike të tij. Betejën zoti Berisha në PD pas vitit 2021, kur mori sanksione nga Shtetet e Bashkuara dhe kur zoti Basha e përjashtoi nga grupi parlamentar, kërkesa fillestare e tij ishte që përjashtimin e tij ta hidhte në votë brenda partisë, brenda grupit parlamentar. Mos ta merrte zoti Basha sepse nuk ishte statuore ta merrte zoti Basha si vendim, po do ta merrte një vendim kolegjial. Unë nuk e di se ku e mbështet zoti Berisha këtë teorinë e vetë përjashtimit, ose cilat organe janë mbledhur, organe kolegjiale, për ta përjashtuar zotin Saliani. Vetë përjashtuar, pra, ideja e Berishës është me veprimet e veta, me bashkëpunimin me krimin, ka të kaluar vijën e kuqe që automatikisht ka sjellë në vetë përjashtimin e tij. Kjo është logjika e Berishës. Nuk ka nevojë që të merret një vendim, pra. Kjo fjali më vjen keq, po kjo fjali është të thuash një lloj sikur zoti Saliani nuk jeton në Shqipëri. Zë më thënë është vetë përjashtuar, se dikush kur vetë përjashtohet, del thotë unë nuk jam më pjesë e Partisë Demokratike, nuk dua të jem më dhe ikën. Nuk po e thotë zoti Saliani këtë. Çdo më thënë është vetë përjashtuar, se kjo është e bën përjashtimin automatik, te kalimi i vijës së kuqe e bën përjashtimin automatik, po e quajmë kështu. Po dakor të dali dhe të thotë cilën nen të statutit, që është dokumenti që përjashton individ. Ka shkelur zoti Saliani dhe ku thuhet që ku është vija të kuqe dhe si vetë përjashtohesh. Si ta gjykojmë ne këtë? Se zoti Saliani thotë unë nuk jam në pjesë e Partisë Demokratike. Zoti Berisha thotë është vetë përjashtuar dhe zoti Noka thotë këtë gjë. Ky vetë mua më duket absurde kjo teoria vetë përjashtimit. Se kuptoj dot. Nuk e di. Okej, kam përshtypjen që thjesht zoti Berisha ti e kupton shumë mirë, nuk do që të ketë t'i jap mundësinë Kleçka është, nëse nuk je antar, nuk sfidon dot kryetari, nuk kandidon dot për postin e kryetarit. Kështu kur të thotë je vetë përjashtuar, thotë që nuk je antar. Tani ti e di shumë mirë logjikën. Prandaj them është absurde, sepse zoti Berisha, Partia Demokratike do krijojë një komision vlerësimi kandidatësh. Mund ta shënojë një pikë aty që kush është dënuar me burg nuk lejohet të kandidojë. Edhe të përjashtohet automatikisht zoti Saliani, po të nxjerrësh teori absurde, është vetë përjashtuar, është absurde. Nuk ka fjalë tjetër. E kuptoj. Do të shikojmë se si do të rrjedh ngjarja. Saliani ka deklaruar që do t'i qëndrojë kërkesës për të kandiduar, por nëse nuk e lejojnë, është pyetur nëse do të ndjek rrugët ligjore, por ai ka deklaruar se jo, sepse kjo do të kthejë në një avantazh për kryeministrin Rama dhe Partinë Socialiste, dhe Saliani ka deklaruar se nuk do që t'ia jap të avantazh zotit Rama. Sonil, kemi mbritur në përfundim të minutazhit që kishim në dispozicion. Sonil Frashi, shumë faleminderit për kohën që na dedikove. Faleminderit. Ne do të shkëputemi pak publicitet.